Alle Ärzte und Therapeuten sagen dir immer, bei Schmerz. Përshëndetje, mirëmbrëma. Hallo, përshëndetje. Se dia apo e pritni ju ditën me dëshirë, me qef apo jo, se unë po për Zotin. Si jeni, si keni kalu? Qysh jeni të I kalu? Edhe faleminderit shumë Dona. Edhe unë për ju pres me të vërtet, me krasi. Bile, sot thësha aty pak ma heret, e mos ta pres orën 9. Qa sa kisha qef me një live. Qysh keni kalu sot? Qysh keni flejt mbram, edhe mirëmbrëma Gjeki, mirëmbrëma Luljeta, Teuta, Ardita, Demnerieva, Nurie, Valdete, mirëmbrëma, mirë se erdhet, shpresoj që jeni mirë, edhe shpresoj që jeni të mujt me bo sfiden, edhe më tregoni pak qysh kalut mbrëm edhe qysh ke meditimi, se nuk kom dosh me bo pytje sot kur gjo, veç si eshte kom lon. Eva Demneri, okej. Këto emrat e Instagramit ka njerë është vështirë me I lexu, se I morëm kështu, I kombinojmë emrat. Mirëmbrëma Florinda, Suela, mirëmbrëma, hajde Eva, Eva qofsh si drita. Olma, mirëmbrëma. Që keni kalu pra sot, se ku po mdoke që po flas vetë me veti, ku nuk po ju shoh. Kështu që hajtë bile më shkruani pak e di që është të në gju dikush. A e dini, edhe kjo është një rol me fol vetë me veti, nuk është bashkë letë. Duhet me hi një herë një zomë me bo edhe aty tani me u pa si kur në klas, të më thonë me fol krejt bashkë, me u shiqu me njëri tjetrin, se për me mirëmbrëma Olma, mirëmbrëma Drita edhe ti, Dudi, do këtë përshëndeta edhe ty, nuk e di. Qysh po njiheni sot? Qysh jeni një sot? Jeni të mujtë për një me mojtë sfiden apo ju vjen zërë? Edhe qysh po ndiheni, po super do jetë. Po kom bo sot një pyetje se për çfarë jeni të interesu ma shumë, cilën fushë tjetës jeni të interesu ma shumë, ndoshta me bo një zonë, po e mendoj. Shumë mirë, një ditë pozitive, shumë faleminderit. A jeni të mujt me vrejt diçka që energjia juve po ndryshon ka pak? Se unë për veti po e vrej shumë, edhe 70%, wow, sa mirë o zot. Okej, nuk e di se nuk jam ndjekur mbrëm. Eva, nuk e di, kishi që son e kom lon live-in e par, që e kom tregu që është sfid 7 ditore, të mos ankohemi, mos flasim fjallë që nuk na shërbejnë, që të marrin energji, e kemi post paren. Masanej ka qenë mos me reagu ndaj situatave tjashme. Pse e kom zgjidhur në që pikrisht që të sfid është kjo, sepse do me thonë, na njerëzit jemi të programuar qysh se nga femëria programohemi. Qysh programohemi mas shumëti, a e dini se si ndodh programimi? Shumë në paqe me vetën time, po e kam vrejt qetësinë shumë mirë, që kjo është në fakt edhe ajo qëllimi jam, që po du me mrimi juve, se une ju kom thonë edhe natën e parë që informacione kemi mjaft. Edhe, po nuk është si kur me marrë veç informacion, edhe nuk është me shti në praktik. Të më thonë, kur e praktikon, e shef vetë ti gradualisht që është ka ndryshon energjia jote, edhe I shef të ndryshimet jashtë, të më thonë atë botën e jashtme,
atë normal që ti bindesh, atë normal që beson ndryshe, është se gjithçka duhet me besu vetë. Unë e kam bërë sfidën, por me vjen ndonjë fjalë, unë kam nevojë dhe për para. Alma, që kjo sfidë që jemi të e praktiku që tash, është pikrisht për si për pare, si për profesion, si për partneritet, raporte me njerëzit, si për gjithë shka. Na nuk mundem me vibru, unë ju kumë thonë, edhe po e thonë prapë, meditimet, apo e shifni se një meditim ti e bon mbromje, amo ditën masanej që shekalon është të rëndësishme. Normal që përmes meditimit ndryshon pak fokusi, amo na kemi shumë programe, të në mbarë krejt prej moshes, se qëfar moshe ki, do më thonë, nëse ti e me për shembull thama i ri që janis, aq më lehti ki mi kalu programet me ndryshu ato. Amo sa man moshje, normal që është shumë ma vështirë, edhe na nevojitet ko. Po tash, do më thonë që to programe që neve na ju kanë marrë, gjatë gjithë jetës tonë, neve to na kanë largu prej thelbit tonë. Osa interesante, do ndjek live që keni bërë, do e bëj pa tjetër. Fiqërie, faleminderit Eva, dhe marrëdhënie me partnerin me rregullu. Kur na ndryshojmë pra energjin, gjithçka ndryshon mas neve. Unë këtu veç që këmë thjesht një farë lloj muri. Na për shembull kur lindim që vim në këtë botë, në këtë jetë, deri në moshën 6 vjeçare, 7 vjeçare, deri në 12 vjeçare, normal thuhet që fëmin përmes mja shkatru natyren e tyre, është mirë me lonë me shfaq komplet potencialin e tyne, mos me ja ndry dhe emocionet, mos me ju kriju frika. Po ta shtyt, kur nuk jemi të vetëdijshëm, normal që e bon se cili, edhe nuk është vetëm punë vetëdije kjo, nuk e di a i nejtojmë dëgjua, po jo, se një natë kur kam një live, mu kanë ndërprej ato komentet. Okej. Edhe, do me thonë, a jenë të më dëgju? Veç, po du me dit, a jenë të marrë komentet mu, as janë të marrë, se së me sigurt. Oke, mirë. Na normal, gjoja ma e bukur që mundet më ndodhë është mos me lindë fëmi pa u pastru na vetë, pa punu me programet tona, me energjin tonë. Kur në fakt, normal që ashtu duhet me shku, edhe normal që kjo duhet me konë qëllimi i gjdo personi që vërtet fëmi cilëm në këtë jetë, në këtë botë, vetëm kur na jemi të pastrum komplet energetikisht, me programe, me gjitha, me shumë gjana, do më thonë që i marrim nga e kalumja. Edhe tashtit, nëse na arrim nëjherë më dash zotja atë nivel, është diçka fantastike se tek qatë herë, ka me qenë një botë në pace, ka me qenë një botë pa luftra, pa kriza ekonomike, se është e mundshme. Është e mundshme. Amo shkon natyrisht, nuk është absolut e lehtë. Amo, do më thonë, çka është qëllimi, na për shembull kur kemi janë këtë botë, na u është ndërtu një muri qëto, okej? Që ky muri, do më thonë, janë programet që neve na i kanë dhonë në femiri. Kjo quhet për ndryshe strukturë psikologjike. Struktura psikologjike janë programet. Struktura ekzistenciale është thjesht ajo që vërtet ekziston, që jemi pa limit thjesht. Edhe tashti, nëse na meditojmë për shembull, bojmë vetëdijshëm pak a shumë që shtash ma heret e ndryshojmë fokusin e sanë, amo që strukturën psikologjike, pa u vetëdisu, pa e ditë mirë çka është thelbi, çka është pra struktura psikologjike, çka është puna e trupit, çka është emocioni, çka janë ndjenjat, çka janë gjitha këtu, është një art në veti
çka është energjia mashkullore, çka është energjia femrore, çka është ligji polariteti, ligji i fillimit, ligji i rezonancës. E ka shumë sa të tjera. Roli i çakrave për shembull tani, si rrjedh energjia edhe kështu me radhë. Unë për veti nuk ndalem, në fakt, spiritualiteti, po e them tash, puna me veten, se kjo është punë me veten, është investimi më i mençëm që e bëjmë, edhe nuk duhet me qenë veç investim, ky duhet më bëu stil i jetës, sepse na për shembull shumë shpejt mundem prap me u kthy në veten tonë të vjetër, domethënë që kemi qenë një herë me ato programet, sepse jeta është në atë mënyrë që na çdo ditë ballafaqohem me njerëz, me situata, me gjithçka. Edhe kur ndalemi, nuk punojmë me veten tonë, shumë shpejt mundem me u kthy prap në jetën e përparshme, në jetën e vjetër, se jemi njerëz, kemi emocione, kemi ndjenja, kemi mendime, pra, edhe shumë shpejt mundem me reagu nëse nuk punoj me veten mjaftueshëm. Unë për veti nuk e di, vetëm se unë për veti jam e etur për to sene edhe nuk nalem kur ishte punu. Duhet, ja kemi borxh vetes që to. Nëse po thonë nuk e bojmë, atëherë e vujmë vetë, atëherë vinë smundjet ndryshme, atëherë nuk kemi para, atëherë lidhja me njerëzin, me partnerin, me fëmijët tonë, me gjithçka, nuk funksionon që është duhet, sepse është mbytyje energjia. Edhe tash sfida jeme është që kjo strukturë psikologjike, çto programe prana që neve na u kanë dhënë çto, do më thonë një program krijohet përmes një diçka, jo, unë nuk e di çka mendoni për shembull kur i flas disa fjalë gjermanisht, po nuk e kam bashkëlet me fol shqip, se për zotin e madh, unë me vite përpara shumë pak më fol shqip, tash jam bo pak ma mjeshtër i mirë, po rajc, e kam shkruar po, do më thonë, është ajo pjesa e kundërt që ty të ngacmon, apo edhe tash na reagojmë, ngacmimi edhe reagimi. Kur na ngacmohemi nga diçka e jashtme, atëherë na reagojmë në këtë moment, këtu krijohet programi. Edhe për qëto, ku ndosht me boqet sfit, sepse kur na e mjeshtrojmë qëto, reagimin, ngacmimin edhe reagimin, nuk mundem me kriju programe të reja që s'janë favorin tonë. Edhe sepse o më zotë se shkujta më herët, unë ka lash. Okej. Apo e shifni që unë nuk jam kur shumë e përgatitne me shkrime, me gjana, me sane, sepse e di që gjithçka që ndodh në momentin e duhur. Edhe kjo është kjo pjesa që natyrisht se janë 12 shenjat e horoskopit, pra në astrologji që na thjesht duhet me jetu. Vetëm kur jetojmë qëto të 12-tat mënyrë vetëdijshme, atëherë na jemi në gjitha fushat e jetës kompletu. Për shembull, unë që nuk shkruaj shumë edhe që m'duhet pak a shumë me marr veten me ulsi me zor me një farë mënyre, është për shkak se unë sa herë kom qujt jam elementi ajri edhe vërtet jam non-stop lëvizje. Por nëse unë jo me mençuri tash në këtë aspekt nuk e integroj energjin e virgjëreshës, atëherë më mungojnë disa gjona. E që kjo është pikrisht. Edhe unë tash do më thonë, gjithçka e boj ose nuk e boj, e pranoj, por e mira është që me ditë, që kjo energji tani po mungon për momentin, atëherë e integron. Do me thonë, unë sot këmë përgatit pak diçka qëto, edhe... Qeko e kam këtu. Okej. Do me thonë, i këmë përgatit, por
na duhet me pa veten si kur kanalizim prej Zotit. Gjithçka që duhet me dal prej meje, del përmes kanalit Zotit. Nëse është e thone, me thonë, unë që ta është që ta, bëhet. Nëse s'është, nuk bëhet. Nuk duhet të jeshtë me ndohë. Edhe për që ata unë e vetit nuk i bëj presion, hiq për kur qënë. Do më thonë, qka moj, qka s'moj, është okej. Me rrjedh sa ma shumë me natyren që mos me kriju vetit presion, as mos me kriju vetit stres. Po kur bën gjithçka në mënyrë vetëdijshme, për shembull, kur e bën si me zor, kjo është mënyrë pa vetëdijshme. Kur e bën me lehtësi edhe me vetëdije të plot, atëherë e din që është synimi i çajt e bën, por jo me bo thjesht veç hajt me funksionu. Pra që thash, na mundem gjithçka me arrit kur i ndryshojmë programet tona. Programet pra na ndryshojnë. Mas miri, mas shpeti është normal me hipnozën. Me hipnozën ndryshojnë vërtet sa në qështu. Tash para 4-5 ditë dhe e kom pas një voice të ri, vërtet me javë është të i vujt prej panik atakut. Se s'po di mirë që është me thonë shqip. Panik ataku, atak paniku, s'ka lidhje me rëndësi, ju për dini se çka po du me thonë. Me rëndësi është gjithmonë që ka del prej zemrës, se e di që njerëzit ma shumë fokusohen në detaje, se sa në energji në ato që ka donë me dhonë njëri. Edhe do më thonë, vërtet me një seancë, ajo tash është komplet ndryshe. Por, për ndryshe, se unë jam një person që nuk i kam qëllimin vërtet, po ju thamë, me plot zemër. Nuk mendoj veç të marr, po jam shumë e gatshme me dhonë, shumë. Prej ankthit panik, shumë faleminderit Iliriana, sinqerisht faleminderit. Po tashtit do më thonë, për me shkatërru që strukturën psikologjike bëhet në qëtë mënyrë, mas leti kur na thjesht nuk reagojmë. Sepse në momentin që reagojmë, pra, një ngacmim i jashtëm, edhe reagimi janë, aty krijohen ndjenjat neve na krijojnë bindjet, duke ndje diçka. Për shembull, s'po di çfarë shembulli më u dhon, po për shembull e ke një trëndafil. Edhe tashit atë trëndafilin ti dush me i marrë erë, me nuhat. Edhe tani nëse e ka një erë, një aromë të mira e trëndafil, ty të krijohet një ndjenjë e mirë. Për shembull, nëse trëndafili e ka aromën e mirë, ty të krijohet një ndjenjë e mirë. Edhe ti e merr veç atë bindjen që çaj trëndafil ka aromë të mirë. Por nëse trëndafili nuk ka aromë të mirë, ti prap përmes nuhatjes krijohet një bindje e keqe brenda teje, edhe në këtë mënyrë e din që çaj trëndafil nuk ka aromë të mirë. Do të thonë, është me ndjenja. Gjithçka bëhet me ndjenja. Ose për shembull, normal, një person që ndoshta je për lama, personin ke kalu kohë jo të mirë, edhe aty të krijohet një energji shumë e keqe, ndjenja shumë të këqija, edhe ti natyrisht se ty të krijohet bindja që ai person është i keq. Për ndryshe edhe kundërta, dikush është i mirë për ty, ty të krijohet bindja që është njeri i mirë. Do të thonë gjithçka është me ndjeme. Qysh ndjejmë na? Edhe tashit janë 4 dimenzionet e jetës, do më thonë, janë ndjenjat, janë emocionet, janë energjia, tani masane vinë veprimet. Pra, në atë mënyrë se si ndjen, ti vazhdimisht krijohen emocionet. Masane i këto prodhojnë energjinë tënde, edhe në bazë të energjisë se si ti e ke, atëherë ti shkon vepron. E për që ta, ti sa ma shumë që përjeton gjana, do më thonë, sa ma shumë që ki ngacmime, si për mirë, si për keq është fjole, sa ma shumë. Normal që ngacmimeve të mira, nëse reagon është mirë, sepse
na po dojmë prana me kriju bindje të reja, me kriju programe të reja, sepse një program pranaj, mos e harroni, është ngacmimi jashtëm, masandaj reagimi, aty krijohet një bindje edhe këtu krijohet një program. Si të heqim këto bindje? Po pikërisht në këtë mënyrë, zamër, vetëm duke mos u bo reagus. Normal që këtu është një fush shumë ma e gjërë, dhe më dhonë këto që unë po i spjegoj, sinqerisht, edhe shumë drejt për ju flasë që kërkush, as në lojfe, as konteq nuk mundet me t'i spjegu ty gjitha këto në detaje për me mëritek të këthelbi pash aty që vërtet tani me qenë vetëm dritë edhe dashuri. Sepse kur na mrim në thelb, na jemi thjesht dritë edhe dashuri. Kur e thom dritë edhe dashuri, nuk është ajo që dashuria që e kuptojmë për shembull me dashnjërin vetëm kështu. Po dashuria dhe dritë do më thonë frekuenca më e lartë. Frekuenca më e lartë është drita edhe dashuria. Është shkalla e emocioneve, pra. Është shkalla më e lartë. Po aty me arrit është duhesh me qenë vërtet sikur ato që rrinë, do më thonë me muj, me javë, nuk flasin edhe janë guru të fillë. Ndoshta ata e arrin qëtë nivel, nuk është e lehtë. Amo natyrisht se mundesh edhe me arrit, sepse dëgjoni, një njeri që i ka kushtet e mira, ai kur nuk mundet me dëmtu një person. Mbajeni në mend çto. Edhe për çata nuk duhet me xhelozu njerëzit që kanë arrit pasuri, sepse një njeri që nuk ka, ai njeri është në rolin e viktimës, edhe ai njeri nuk ja don të mirën kërkuj. Sado që t'i dham se cilit është e vërteta. Sepse është lakmitar, ku nuk ki t'i bosh lakmitar. Si me heket bindje, pro. Bindjen e shumë adhe njerë tash se ku më folë shumë. Pra, ku nuk ki, don me marë. Kur ki mjaftushëm, as nuk don me marë, as nuk don me dhonë. Po kur ki shumë, kur ki mjaftushëm, kur ki okej, do më thonë, as nuk do me dhonë, as nuk do me marë, ndoshta rrim paka shumë si një zonë të rahatis. Po kur ki shumë, ti automatikisht më rrinë në atë nivelin që duesh me dhonë, sepse kështu funksionon, se është, do më thonë, kur ki mjaftushëm, atëherë automatikisht duesh me dhonë, duesh me shpërnda, duesh me nda, sepse është ligj në këtë mënyrë funksionon. Edhe tash për çat arsye nuk duhet mi xhelozu njerëzit, as nuk duhet me pas inat, po thjesht rri me çata persona. Rri sa ma shumë. Që kjo është edhe një arsye pse duhesh me marr pjesë ndoshta edhe në për retrite, në për seminare, në për evente, sidomos ku ka njerëz të pasur, shko me vetë dije të plot, shko aty. Sepse energjia është e padukshme. Nuk doket, amo ndjehet. Ju sigurisht se cili për juve e keni vrejt kur keni shku në një vend, ose i ndje mirë, ose si e ndje mirë. Pse? Kjo është energjia. E keni vrejt sigurisht se edhe ju keni persona në jetën e juve, në rrethin e juve që ndoshta vetëm se je ka e din që ai person është ty ardh, ti kime undi keq. A ju ka ndodhur? Ose për shembull e din që një person është ka vjen që e ka një energji të mirë, ti gëzohesh. Gjithçka është energji. Edhe tashtit, energjia e tjetrit, dashtet jo se nuk dashtet, ajo ka me dëpërtu të këti. Edhe për qëta, për qëta thuhet, me kont rish bohesh. E tash për shembull, pra këto bindje, pikrisht në këtë mënyrë mundesh me i eliminu. Tuj mos reagu. Tuj e kontrollu emocionin tënd edhe mendimet e tua. Sepse, do më thonë, një reagim
një ngacmim, se po i përzi çdo herë, një ngacmim, një reagim, krijohet një program. Pastaj, kjo ndodh në cikle. Okej, sikur rrotat, sillet. Edhe masanena, sa ma shumë që ndodh në cikle, sa ma shumë një ngacmim, një reagim, një ngacmim, një reagim, në këtë mënyrë na veç krijuar programe. E tash paramendoni kur nuk jemi të vetëdijshëm. Çka jemi të i bona vetit? Atëherë na nuk duhet të thonë jo ma boni ky, jo ma boni ai, jo pse, jo qysh, se na ja bojmë vetit, sepse jemi të pavetëdijshëm. E për qëta, çka është ma e mira, cili investim mundet me konë ma e mire se që ky? Veç, unë nuk e di për shembull sa, unë e thom shumë pak njerëz janë të interesu për këtë lami sa duhet më interesu, më shumë. Amo, s'kemi çka me bo, duhet me pranu realitetin, sepse po se pranon, na duhet me vujt, edhe që ende, do më thonë njerëz që janë shumë në gjomë, sinqerisht, une ju gjithë këtu që jeni të ndëgju, unë veç më ju përgëzu se jeni të e bo punën më të miren, më të meqmen, jo veç për veti, po edhe për botën, për rrethin tonë, për familjen, për krejt, sepse gjithë shka na mune me ndryshu, kur na ndryshojmë vetën. është e pabesueshme, ama vetëm që të mënyrë na mundemi ndihmu botës edhe absolut ndryshe ju. Pra, që shtash edhe ma heret, 4 dimensionet. 4 dimensionet janë vetëdija, kurse këto ndjenjat që ndjenjat, emocioni, energjia edhe veprimit, kjo është bota jone e mbrëmshme. Më thonë, varet krejt se si na i përgjigjem botës jashtme në atë mënyrë, masanej edhe krijojmë realitetin tonë. Pra, kur ti ndihesh mirë, kur ti krijon programe të reja, në këtë mënyrë ti krijon edhe paro, krijon. Unë nuk e di për shembull, po gjithçka është frekuencë. Tash për shembull fjalët e mia, për çata unë ju tham, mos e këshqyrni, a jom të e thonë gabim, as jom të e thonë gabim, a jom, se për shembull, kom dëgju që, jo kom dëgju, po shumë e dim që na sidomos në Zvicër që jemi këtu, shumë shpesh njerëz jetojnë, s'pe folin gjuhën mirë, jo kështu, jo ashtu, ama ata nuk e dinë se gjithçka është frekuencë dhe gjithçka është energji. E rëndësishme është fjala që del te une, kjo ka ndikim të këti. Në thelbin tonë, në energjin tonë. Pse për shembull ndihesh ma mirë, ose nëse unë rezonoj me ty, pse për shembull? Sepse energjia është në pyetje, jo unë si person, absolut hiç. Është vetëm fjala jeme, se fjala jeme ka frekuencë. E jemja, e jotja, e secilit, e na, në fakt, po që kjo bot është qaq manipuluese që neve njerëzve na bombardojnë non-stop me fjallë. Non-stop me fjallë, me energji. Për mes fjallës na bombardojnë me energetikisht, për mes fjallëve. Edhe masanej na bojnë me u fokusu në profesionalizëm, në detajet vogla edhe në perfekcionizëm. As perfekcionizmi, as profesionalizmi, as dia, as kur gjo, hiq. Nuk janë pyetje, sa është në pyetje fjala, e thonën nga thelbi edhe energjia e saj. E për që ata, e keni pa njerëz që dalin për shembull në për televizione, në për debate, edhe dalin ma shumë, koncentrohen në të folënit e tyne, se në cilën mënyrë po e folin, do më thonë si gjuhë, apo e flasë kështu, apo e flasë ashtu, se sa që koncentrohen, çfarë emocion në janë ka përcjellin tek njerëz. Sigurisht për shembull, edhe jo unë për veti, pak a shumë e ku marrë qështu, se
Dalin njerëz në televizione, unë për çet arsye nuk kam televizion në shtëpi. Me programe shqip jo se jo, as me programe të huaja. Nuk kam nevojë, sepse nuk kam nevojë për energji tult. Nuk kam nevojë për perfeksionizëm, as nuk kam nevojë për profesionalizëm, unë kam nevojë vetëm për njerëz, për thelbin e njerit, për paqe, për dashurit vërtet, për originalitet, se robota kemi ballë. Në kone sotit sidomos, robota sa dush. Bile, që është të hec, kështu, ka me orë dita që ka me në marë malli për njerëz normal, për njerëz original, për njerëz që janë vërtet vetvetja, sepse krejt e funksionojnë si ku robota. Ani mo tash edhe me këtë ChatGPT në kështu sana. Do më thonë që kjo është fjala që del prej goje, e përcjell një emocion të ti, që ajo ka rëndësi. Se për shembull që thash, dalin njerëzit në debate, ulen kështu. Edhe ja mojnë vetit që unë jam shumë i meqeme. Edhe çfarë ndjenje t'jep tani kjo ty? Shumica falsë, krejt po thuja se. Jo krejt, se nuk banë më thonë ashtu, por shumica janë. Ambo shiqoni veç debatet të në Kosovë. Ulen kështu, edhe komen mi kom, edhe ty ta jepin atë ndjenjen që ti s'din ku gjohë ishtë, dhe më thonë se automatikisht ti kur i shef ta njerëz ti mendon, hey, çka s'është në rregull me mua? Pse une a duhet me qenë që ashtu? Po une që shtu e ndjej Blendina, edhe ma mërmenja se najherë duhet për me dalë dikush me fol thjesht realitetin qësh është. Sepse sa njëri për shembull, sa njerëzi, une kom punë me njerëz që janë me smut, edhe për që ta mba, se ju krijuan pikërisht të bindje, se mendojnë që nuk janë të mirë, se nuk din ndoshta nuk e ka një fakultet krym, ose nuk është profesor, ose nuk është mjek, ose nuk është këta diune qka. E kjo s'ka të boj hiq, absolut hiq. Sepse ai ulet aty si i meqem, ndoshta ka dhe fakultet krym, ndoshta ka dhe komedit si qka. Amo, nuk e din vlerën e fjales vet. Nuk e din çfarë emocione sjell ai te ti. Për shembull po e them, unë kom pas kontakt të në Zvicër me një mjek apo me një doktor, po e them, mjaft i suksesshëm. Por në fjalët e tij, kur e kuptoni mirë rëndësinë e fjalës edhe të emocionit, atëherë ju keni me pa se çka na bujnë neve këta njerëz. Sepse kom bisedu me atë person direkt, njërë direkte, edhe mi ka thonë disa fjallë që më ka të rëndit, edhe veç e ku mendu, e njofun e shumë mirë, edhe ka pacienta pa mas, por fjallët e ti janë helmuse. E paramendoni tash ku nuk jemi të vetëdijshëm, a e dini sa viktimizohem në këtu? Leje që viktimizohem, por na sulmohemi me vdekje. O njerëz të dashur, nuk jam të e thonë hajt. Amo, për çto ndjenja, për çto emocione, për mendimet, për gjithë strukturën e njeriu, jam çdo ditë mas pakti nga 3 orë unë mësoj. Nga 3 orë i kam 4 fëmijë dhe vetë, kam punë sa dush, ama për mua është tepër e rëndësishme me u vedisu vetë që të kam fëmijë të shëndetshëm, që të kam një partner të shëndosh. Edhe fjala ati mjekut, po të mos e kisha kuptu une vlerën e fjalëve, une sot isha konë vetë viktim, edhe jo vetëm une. Edhe jo vetëm kjo rast, po nuk e kini idin se sa raste kom përjetu në familjen teme që kanë ra viktimat këtyne njerëzve. Edhe unë e tham
Bolmo. Vetëm 2 njerëzve, musha më ju ndjek mu, për mu është okej, super. Pse me i lon 2 njerëz me vdek? Për shka? Se cili meriton me jetu? Pse duhet me ra viktime dikuj? Pse? Për çka? Pse? Vetëm se ty tu ka kriju një bindje nga dikush, nga televizionet, nga qëta njerëz që dolin e flasin kinë se janë të meqen, se ka nuk një kravat, ose nga disa profesoresha, ku ta dione se çka, se e ka mërrin një sukses pak, si cili mundet me të mërrin këtë sukses? Si cili? Sepse si cili jeni aq talentum që ide nuk i keni. Veç dojnë me punu me juve, me veten ma shumë. Kur gjë tjetër s'ki nevoj. Absolut hiq. Edhe unë përpara me vite komendu se nuk jam e mirë mjaftueshëm. Ma kanë myt potencialin edhe tash kur e mendoj vjen me qajt. Vjen me qajt, sepse ma kanë ndrydh energjin komplet. Më kanë thonë se nuk ban me folë ashtu se është marrë, shuj. Me vite e kum pas qëtu një bas që sarë kum folë, ma kanë alë frimen. Pse? Se ma kanë ndrydh që të emocion. Ma kanë ndrydh ndjenjen për mos me guxu, me folë, se kom mendu që unë nuk kom studiu, kom mendu që unë nuk di sa dina tjetri. Edhe pse shpirti jam e ka ditë mirë, edhe zoni jam e mbrëmshëm gjithmonë ka thonë ti kur nuk je më pak i vlefshëm se dikush tjetër. Absolut hiq. E sa ju kom lut Zotit, nuk i keni idenë, edhe sa kum beson veten prap nuk i keni idenë, sepse gjithmonë zoni i mbrëmshëm më ka thonë se ti je e mirë mjaftueshëm kështu si je. Edhe u kry. Unë e kum gjej veten Blendina. Moti unë gjej veten. Edhe kur s'jum dorëzu. Absolut hiq. Por mos t'isha dorëzu kur, sigurisht se e kisha gjetë veten edhe hala më shumë. Kështu që mos lejoni askush me ja u mbyt potencialin e juve. Për që ta punoni me veten, sa ma shumë, mos unani. Apo doni pare, apo don partner, apo don shëndet, apo don, qka po don? Tanat mundesh mi posë. Tanat, veç sa je i hapun. Edhe sa je i gatshëm me ndryshue. Sa priton, nashta me hi me mdëgju mu këto, e sa ma me qef ki me najt në TikTok e me këqyr video pa lidhje që non stop të programojnë. Non stop, dashte se s'dashte. Sot do që thu, jo të une nuk ka ndikim. Gjdo video, për që ta kësy edhe ju këmë thonë, nëse do një me majtë sfiden, jo vetëm mos me uanku, po as video mos me shiqu. Mos me shiqu, sepse nuk po e thom me asnjë lloj interesi. Thjesht është ndjenja jeme, ndjesia jeme, sepse jo mbetu për qëto, qysh i kum ndihmu vetes, du me ju ndihmu edhe tjerve, edhe nuk moj ndryshe, është e pa besueshme. Qka me bo kur i kemi çdo ditë në punë ose në familje, mundem, qëre qka. Fjala shon, fjala vret. Fjala, pse thuhet, ma mirë me trashu plak, se sa me ta thoni fjallë. Edhe përpara i kanë ditë këto sene, po i kanë definu ndryshe. Fjala është ajo që fjala krijon një emocion tek ti, tek une, te një njerëzit. Mas andej, qka ka ndodhë mas 20 viteve, ty fjallët mo nuk të kujtohen. Amo të kujtohet ndjenja, qka ki përjetu në atë kohë. Nëse të kanë rrej kur ke qenë fëmi, ajo e më shumja, shuplaka, ose ku ta dion është ta, nashta e ke harru, po nuk e ke harru vujtjen. Emocionet
regjistrohen në trup, e trupi nuk i harron. E keni pasi diçka që për shembull shumë njerëz thojnë jam vrarë qëtu edhe tash kur po ndryshon moti, po më dhan, nuk është puna e motit, po trupi e ke marrë mend çato. E din çka ka përjetu edhe automatikisht reagon. E në qëtë një funksionon. Pra, fjala harrohet, po emocionet që u kriju prej fjales nuk harrohet kur. Tash, kjo që ka me bo kur i kemi në punë ose në familje. Kur punon me programet e tua, kur punon me mendimet, me ndjenjat, me emocionet, me gjithë shka, ti zemër, ti kemi vibru nert. Ata persona vetë tiu kanë me të largu. Vetë tiu, ku gjo nuk i nevoj me bo. Te unë është qështu. Te unë absolutisht nuk kam nevoj ku gjo me bo, sepse e di që energjia e jeme i kryn punë vetë. Pa bone, pa pas nevoj me folë. Pa pas nevoj, se të vjen ty puna cilët që ashto, që vetë gjithë shka ecë mënyrën ma perfekte edhe ti s'ki nevoj me folë, vetë vinë. Amo qka është puna se? Qka është puna? Përshëndetje Ilirion. Qka është puna se? Na për shembull njerëzit dojmë me kontrollu jetën shumë. Mundohem me kontrollu. E në momentin që na mundohem me kontrollu, këtu është pranaj, është në pyetje energjia mashkullore, energjia femrore, na duhet me ditë shumë mirë kur me përdor energjinë mashkullore, kur me përdor energjinë femrore. Edhe tani e din kur me kontrollu, kur me lëshu. Kur me kontrollu, kur me lëshu. Apo na njerëzit çka bojmë? Pse lodhem? Pse hupim në energji? Sepse krejt kohën jemi në kontroll. Kontroll. Kush mundet me ditë si ç'është ndodhi jeta? Kush mundet me kontrollu jetën? Na s'kem shans me kontrollu jetën. E kur e kontrollojmë jetën, na në këtë mënyrë, atëherë veç i thojmë jetës, hajtë, qa ma shumë sfida. Edhe, do me thonë, na vetë masanej, i disbalancojmë sanët në qëtë mënyrë. Në banë se me hi në energji femrore, e shë. Masanej këtu punot normal me energjit, me këtu 12 energjit, energjia peshkut, është e vetëdijshme, që lëshon, hinë në harmoni, shkryesh me momentin, aty është kulminacioni. Që kjo është pro, kur na i shkatërrojmë, nga dal, strukturën psikologjike, kryojmë emocione të reja, kryojmë bindje të reja, kryojmë programe të reja, atër aty s'ka në vend për programet vjetra. Amo natyrisht se duhet edhe me lëshut kalumen. Edhe e shon kalumen, sa ma shumë tashme, të ardhmen ty mundesh me vizualizu, me imaginu, po jo me imaginu me vizualizu tepër, si që kemi mësu. Vizualizimi i tepërt na qonë në çmenduri, edhe që kjo është arsyeja pse njerëzit kanë angth, sepse janë krejt kohën të e po të ardhmen, edhe të e kundërshtu momentin e tanishëm. Mos vizualizoni shumë, sepse vizualizimi tepër që është e vash, ju qmend, keni kujdes, nuk ka nevojë këtë kohën me vizualizu. Duhet me ditë kur me vizualizu, duhet me ditë kur thjesht veç me lëshu. A keni ndonjë pyetje apo jo? Edhe pra, që kështu e thonë, kur shkatrohet psikologjia, struktura psikologjike, atëherë vjen shkolla e emocioneve. Atëherë aty ti, kur punon me veten, më rrinë të thelbjot, ti e thjesht dashuri. Edhe vibronet, se në nga natyra i kem energji mjaft, po me mendime negative, me bindje, me të gjana, me dyshime, me frika. Atëherë në këtë mënyrë ulim energjin. Nuk ka nevoj me rrit energjin, nuk duhet me vetë kur, a me rrit energjin. Energji ka mjaft, po është thjesht mendimet ato që e ulin energjin. A jeni gati për meditim? Kur medit me vizualizu e kur ju? Une në fakt vizualizoj
mas shumë të para gjumit, sepse aty me thonë drejtën kom kohë edhe ma shumë. Edhe nuk keni nevojë me vizualizu kur jeni në punë, nuk keni nevojë me vizualizu kur jeni në makinë, nuk keni nevojë me vizualizu kur jeni me shoqni, vizualizo në mbrëmje edhe lëshoje. Mjaft është, sepse kur vizualizon, e ti e qëto, ditën për shembull, edhe i qel syt, as ki me kundërshtu ti momentin e taneshëm? Hajde thuj se s'është ashtu. As ka me të kap ty nervoza sepse nuk je qatje ku po e mendon, po je qëtu? Qysh për shembull me një njeri që vërtet i ka kushtet shumë dobta, nuk ka kushtet mira, është në një shtëpi shumë ndoshta në një shtëpi të vjetër, po e them, në një shtëpi të keqe, edhe tash ai e vizualizon veten si milioner. Qysh është e mundshme kjo? Na kemi dalë pak prej jashtë normales, domethënë gjithçka shkon në korniza, gjithçka shkon me mos. Edhe kur vizualizojmë, jo me vizualizu diçka që është e pamundshme, e pakapshme për trurin tonë, po shkon hapa të sigurt. Kapak. Vizualizim, gjeki, domethënë me i kriju vetes fotografi në trurin tonë, për shembull me imagjinu të ardhmen tonde. A mos sa njerëz për shembull shkojnë e shtyn veten me zor, me hin meditim, vetëm për me vizualizu, për me imagjinu të ardhmen. Nuk është e mirë kaq shumë. Njëherë ndodh, e bën mbrëmje, mundesh me bo edhe në mëngjes, edhe me lshu, edhe masanaj gjithë ditën me jetu në mënyrë vetëdijshme. Sa më shumë me qenë prezent, sa më shumë me pranu realitetin, sepse pa e pranu realitetin, manifestimi është shumë më i zorshëm. Shumë më i zorshëm. Po është do mbrëmje kur shkon te gjumi, do më thonë çdo natë. Une e kam në shtëpi time, unë ju thash që televizion shqip nuk kam. Me vite s'kam, sepse nuk kam nevojë. Nuk kam nevojë për perfekcionizmus, për profesionalista, unë kam nevojë vetëm për njerëz, për dashuri që mbojnë thjesht mundi mirë, që mbojnë thjesht mundi vetvetja edhe kaq. Unë në mbrëmje, zakonisht në shtëpi time, në televizion, lëshoj video që kur t'i shef trunin jam, veç bën wow, shkrina. Edhe e imagjinoj që unë jam që aty vetë. Edhe para se me flajt, zakonisht, shumë shpesh ndodh që gjithë natën në dhomë të pritjes e lëshoj televizionin me frekuenca të energjisë. Për shembull, ndonjë mbrëmje për me pastru energjinë, ndonjë mbrëmje e lëshoj thjesht frekuencat e parave, ndonjë mbrëmje e lëshoj thjesht me pastru aurën e shtëpisë, për shëndetin për shembull, e kështu me radhë. Ndodh që gjithë natën e lol shut, po vërtet me një zo shumë tolt. Muzika, a e dini sa frekuencat mira ka. Lëshoj ti një muzikë vajtuse, çka ki me bo, me njerë ki me qojtë. Shoj ti një muzikë rock, heavy metal, ti ki me anis me bo pam, me kry. Shoj ti një jazz, ki me u relaksu, ki me undi shumë mirë. Shoj binaural, këto subliminale për shembull për para, e ndjen energjinë e tyre. Une e bëj qëta për shembull. Edhe aty ku flaj, të vendi jam, e kam vision boardin, edhe thjesht fokusohem aty, edhe u kry, edhe lëshoj. Une ditën më nuk vizualizoj. Absolut hiq. Do me thonë, tash për momentin e kam një muzikë që është thjesht me i pastru energjit e këqija,
se s'kam qenë me thonë të këqia, se s'ka kur gjotë keqe, është dhe që ullët ose e naltë. Kjo është për energji me pastru. Ndodhë për shembull këtë muzikë. Lora, përshëndetje. Pusherina jame. Përshëndet shumë, përshëndetje dhe motrat. Do me thonë, ndodhë që këtë muzikë e lo gjithë natën shut. Nëse për shembull ndonjë fëmijë jame është pak jo bashkë mirë me shëndet, ka pas një ditë pak më të vështirë, ka pas ndoshta me temperaturë, me diçka, thjesht që ta alo gjithë natën shut. Edhe u kry. Edhe për Zotin e madh është një qetësi absolute. Unë nuk ndëgjoj, që tash, nuk ndëgjoj absolut asnjë debat, askur gjë tjetër, veç çdo gjana që mu bojnë thjesht më ndi mirë, edhe që me nxjispres marrë dita e re, me hin ditën e re. Po, ka pas masandej filmat ndryshëm që thjesht na ja japim trunit tonë si kur një sinjal që jetu veç ato. Edhe bam me kry. A mundesh me na tregu se çfarë frekuencë është 417? Unë e kam qëtu, 432 është parat. Me ta thonë drejten, bashkë krejt nuk e di, ama bashkë mirë që mbete se bashkë e kam njetë me himi i këqyrë këto frekuencat me hertz që matëm. Ama para, dhe më thonë, janë 430 që aty, për para. Masana energjia negative për 630, e kështu me radhë. Po mundesh me bo dhe pyetjen në chat GPT, ta chat pa pik problemi. Okej, a e bojmë një meditim, sonde e kum bo, në fakt nuk është meditim, është ma shumë hipnoz, po e këta e keni dhurat prej meje, që po merr një pjesë për juve që jeni të marrë pjesë, se po më pëlqen shumë që jeni të ja bo dhuratën më të mirë vetës juve. Edhe sonte mundeni me ushtri, jo vetëm me nejt ullën, sepse është ma shumë hipnoz se sa meditim. Një hipnoz shumë e mirë, shumë e fuqishme, sinqerisht që t'i shlym pak çto programet e vjetra. T'i shlym programet e vjetra. Pra më shnal muzika, ka e kumbo se mu ka zgjidh për internetit, jo mundu sa ma shumë me jo majt prap në meditim, po sonte do të thotë është hipnoz. Nuk është meditim. Dhe kështu që shijojeni total, lëshoheni, edhe kaq, edhe sigurisht se ka me ndiku shumë. Ona met gjume, oj figji, jo me flajt. Jo me flajt, po fillojmë se tani bëhet për një me vonë edhe na merr gjumi. Une, hej Lindita, mirë mrama. Une gjdo nat e bëj nga një, do më thonë që është tash njëherë vision boardin e shiqoj, edhe masane e shoj kështu një muzik, edhe hala pa një deri në 3, une jam rrshes, në gjumë, edhe si e dekne, deri në mëngjes. A ka ma mirë, s'ka ma mirë. Atëherë kallëzoni kur t'jeni të gatshëm, po fillojmë se mos bëhet vonë shumë për një mese. Unë i kom edhe do mitë bëgjën. Okej, kallëzoni kur jeni gati, se mbram, unë e thash jeni gati, po, masane kur kum fillu, thash, ajni kam dëgjoni, unë thash, opa. S'jemi perfekt o njerëz dashur, edhe shqyr Zotit që s'jemi perfekt. S'duhet me qenë perfekt, unë s'du me qenë perfekt, edhe shumë më pëlqen vetja kur gaboj, seriozisht e kam, se e di që jam njeri. Okej, gati? Hajde, pra, vazhdojmë. Sinqerisht për ju thamë, shijojeni, le që shijojeni, po jini vetës falenderus pa mas, sepse për Zotin e madh, ma mërmenja se kur gjo më të meqme nuk mundet me bo mjeri se sa me punu me vetën. Se 100 herë thash edhe se më të ngi me thonë, duhet me dal me fol,
duhet me folone, duhet me fol ju, edhe ju sa të mundi, shpërndani këto lajme, shpërndajeni këtë kontent se bota ka nevojë ma shumë se kur, sa a jeni të e pa se na kanë fshi njerëz me pa dije për para. Na kanë fshi për para. Na dojmë me pas të mi të shnosh, dojmë me pas një arë me të shnosh. E jo me qenë konkurencë këtë kohën me njëni tjetrin. Okej, atëhere mundeni më bugati, shtrijuni dikon, ku jeni komod, ku jeni rahat, ku nuk pengoj, apo ndëgjona mirë veç, është fjala. Okej, hajte shkojmë njerëz të dashun, e ndryshojmë botën së bashku, se për Zotin e madh, në këtë mënyrë na krijojmë karma, na çka jepim kemi me marrë, mos e harroni. Edhe unë edhe ti, kush dhe qoftë që tu ndihmoni njerëz të tjerë sa ma shumë. Mos shkojnë njerëzit huq e dom se është shumë gjëna. Okej, super. Atëhere, unë po e mbylli kamerën se kur po e shoh veten. Okej, hajdeni. Knaqoni, shijojeni, atëherë, mirë. Shpresoj se jeni ratu, apo e ndëgjoni muzikën? Se tash prap po pyetje. Hajde, mos shoni, vetëm relaksohuni, shijojeni. Okej, shumë mirë. Atëherë njerëz të dashur, fillojeni me një frymarrje të fill. Djeje ajrin e pastër. Dialika. Dashuri e mirë ti. Boje hipnozën, shijoje, knaqo. Ndjeje trupin tënd. Ndjeje trupin tënd, fantastik që e ki. A ka më mirë se me pas dur e kam. A ka më mirë se me pas një trup komplet. S'ka më mirë. Ka mjaft njerëz që mungon një dorë, që mungon një kom, që mungon një gisht. Çka do qoftë. A e dini se ata njerëz gjithë shka kishin dhonë veç me pas edhe një pjesë trupit tyne që ju mungon. E na I kemi krejt, o Zot faleminderit. Merr frymë thellë dhe mbushe trupin tënd me ajër të pastër. Dhe ndjeje si ky ajër I shkrin qelizat e tua komplet. Ndjeje dashurin. Ndjeje dritën brenda teje. Ti je një dashuri e pastër. Thelbi yt kërkon dashuri. Sa herë që ti vuan, është thjesht sepse ti thelbit ton janë dalë dritën. Sa herë që ti mërzitesh, natyres tonde janë dalë djellin, mos e bon këtë. Ndjeje dashurinë o Zot. Natyra ka nevojë për dritë, për djell. E ti e vetë natyra. Ti e vetë dritë. Mos janë dalë vetës këtë dritë me mendime negative, o Zot. Leje dritën të ndriçon në gjithë trupin tënd dhe ndjeje si zemra jote hapet nga dashuria dhe nga falënderimi që more kohë për veten. Ti po lidhesh me natyren përmes
këtij meditimi mes kësaj hipnoze. Ti tu e bo gjon më të mëshme për veten tënde. Sa njerëz o Zot janë të e ushqy trurin e tyne tani me gjana negative. E masandej ankohen gjithë ditën, sepse nuk janë të vetëdijshëm me çka janë duke e ushqy trurin e tyne. Kjo është përkeqardhje, kjo është dëmshuri e madhe. Ndjeje dritën, fuqishëm në gjithë trupin tënd dhe thuaj faleminderit që more këtë vendim kaq të mençëm, thjesht me u kthy në natyrën tënde dhe me u lidh me thelbin tënd. Ndjeje si zemra jote hapet dhe që lizat e tua shkrihen nga dashuria. Tani lëshoj të gjithë muskujt e tu komplet, dhe ndjeje si lëshon çdo tension të jashtëm. Shliroj muskujt e tu tani, vetëdijshëm, komplet, dhe ndjeje si zbuten ata. Ndjeje dyshekun ku je i shtrirë tani. Ndjeje si muskujt e tu po zbuten, po lëshohen, dhe ndjeje si dysheku të tërheq si kur magnet, dhe ti thjesht po shkrihesh me momentin e tanish. Kjo është vibrimi më i lartë që ekziston. Shkrirja në momentin e tanish. Ndjeje dashurinë. Ndjeje dashurinë në të tanishmen, në më të çmuarën që kemi. Ky moment që po e përjeton tani është hera e parë dhe e fundit në jetën tënde. Kur më prijet nuk përsëritet. Për këtë arsye ndjeje me gjitha shqisat e tua. Përjetoje. Nuk ka gjë më të çmuar se këtë moment. Ndjeje si ajri i pastër hyn dhe del nga hunda e jote, dhe ti ndërkohë po shkrihesh edhe më shumë. Ndjeje si fytyra jote komplet, çdo muskull në fytyrën tënde relaksohet. Lëshoj faqet. Lëshoje gjuhën nga qilza, shliroje. Lëshoje mjekrën tënde. Ndjeje trupin tënd. Ndjeje tempullin tënd dhe ruaje këtë tempull sepse vetëm një herë do ta kesh këtë trup. Duaje atë sido që të jetë. Një herë do ta kesh dhe kur më jo. Duaje. Mos e saboto veten. Duaje ti je perfekt kështu si je. Tani nga ky moment, me këtë qetësi absolute, me këtë relaksim të thellë, shko me imagjinatën tënde në një vend ku ti ndihesh mirë, ku ndihesh i qetë, i lumtur, ku mundesh me qenë komplet vetja e jote. Pa pas frikë, as pa pas nevojë me urojt nga as kush, absolut hiç.
pa pas nevoj me u bo dikush tjetër. Shko në atë vend. Shko ku të qan imagjinata jote. Ndoshta je dikon në një natyrë, në një mal, në një livadh, apo ndoshta je në bregdet dikon, në ndonjë plazh, apo ndoshta në shtëpinë tënde, në një dhomë të preferuar tënde, në balkon, në borrin tënd, në ndonjë terras, nuk ka lidhje. Lëre imagjinatën tënde të udhëheq dhe shife ku po të çon ajo. Dhe shkriju komplet. Tani besoj që veç gjindesh në atë vend, ke shkuar me imagjinatën tënde. Ku je tani? Ku po ndodhesh? Perceptoje mirë vendin ku je. Dhe sidomos, sot ndjeje relaksimin aty. Ndjeje veten tënde. Sa mirë që ndihesh. Zemra jote po qesh nga gëzimi, nga harmonia, nga ajo qetësi që të ka munguar ndoshta moti. Ndjeje. Çka po shef aty? Ku je bash? Apo mundesh me prek diçka? Çfarë po ndëgjon? Percepto gjithçka në atë vend. Percepto sa ma intenziv që mundesh. Dëgjo mirë, çka je duke ndëgju? Shkriju me atë moment dhe në atë vend ku je tani. Ndjeje si thelbi jot është i gëzuar, po ndihet i lumtur, sepse në këtë vend ti mund të jesh komplet vetvetja. Pa pasur nevojë me pas frikë nga asnjë gjë dhe nga askush. Pa pas nevojë me urujt nga asnjë gjë. Ndjeje sa mirë po ndihesh. Ndjeje dashurinë brenda teje dhe ndjeje thelbin prap sa i lumtur që është. Sepse këtu je vetvetja. Këtu nuk ke nevojë të luash asnjë rol, asnjë lloj identiteti. Je komplet natyra jote. Ndjeje, sa mirë është me qenë vetvetja. Sa mirë është pa dashur me qenë dikush. Pikërisht kjo është liria absolute. Kjo është liri shpirtërore, paqe,
Shumë mirë. Tani, me këtë ndjenjë dashurie, me këtë autenticitet, duke qenë vetja e jote komplet, shiqoje pak hapësiren. Nëse je jashtë, shiqo pak lart nga qielli. Kudo që je, s'ka lidhje, s'ka rëndësi. Thjesht shiqo pak lart. Dhe shife si shfaqet një dritë dhe po zbret nga dalë poshtë. Tani shiqo drejt para teje, si shfaqet një tabelë. Një tabelë e bardhë, kogja e madhe. Në këtë tabelë ka gjithçka. Janë programet e tua, të vjetra, të shkruara. Shiqoj këto gërma. Shiqo çfarë shkruan. Pra në këtë tabel janë të gjitha blokadat e së kaluarës të shkruara aty. Aty pra janë të shkruara blokadat, emocionet e ndrydhura, për gjitha programet e tua, nga e kaluara e jote. Aty shkruan mendimet negative, frika. Kjo është e shkruar me gërma të zeza. Dyshimi. E kaluara e jote. Traumat. Pikëllimet. E shumë tjera. Shif mirë çka shkruan ende aty. Gjithë atë që e ke përjetuar deri tani, që ka zgjuar emocione negative në ty dhe ka krijuar programe, bindje limituese, sabotim ndaj vetes tënde, shifi gjitha janë të shkruara në këtë tabelë. Pra dyshime të ndryshme. Ti nuk je mirë. Ti s'din. Ti s'ke para. Mos fol. Nuk mundesh. E kështu me radhë. Koncentrohu mirë në atë tabelë. Shif çka po shef. Vendosi aty gjitha gjanat që nuk do t'i kesh më në të ardhmen tënde. Aty ndoshta ka dhe emra të personave, të situatave të ndryshme. Vendosi në këtë tabelë. Po t'jep disa sekonda, ku që gjithçka që ti ndjen dhe s'do t'i kesh më në të ardhmen tënde, në jetën tënde, vendosi në këtë tabelë. Tani.
Shumë mirë. Nëse je gati, shiqoj edhe një herë gjithë këto emra që janë të vendosur në tabelë. Shiqoj edhe një herë mirë se çfarë shkruan aty. Tani, paramendo aty afër teje shfaqet një brush magjike. Merre këtë brush në dorë. Kjo brush është transparente. Merre këtë brush. Dhe tani merre dhe fillo ta shlyesh çdo fjali që shkruan aty. Shlyej gjithë ato emra që janë të vendosura në tabelë. Dhe me çdo shlyerje që bën, ndjeje si diçka largohet nga ti me njerë. Shlyeje tani frikën. Mshoj me brush, shlye nga jeta jote. Ndjeje lehtësinë me njëherë në të gjithë shpirtin tënd, në të gjithë sistemin tënd. Shfups një lehtësi e ndjen, sikur kur heket një copë nga zemra jote dhe ti shlirohesh. Një copë energjie e keqe që të ka mbajtur peng me vite me radhë. Shlyej tani dyshimet. Shlyej mendimet negative dhe ndjeje lehtësinë e trurin tënd. Wow, është një lehtësim absolut. Sigur koka të bëhet disa kilograme e lehtë, ndjeje. Shlyjeje me këtë brush magjike. Fjalin, mendimet negative nga kjo tabelë. Tani. Shlyjeje të kaluarën tënde. Tani. Edhe thuaj. Ti je kaluar e shkuar. Nuk do të mbaj më. E kaluara nuk ndryshohet. Por ndryshohet emocioni për të kaluarën tani. Dhe mshoj me brush, shlyjeje të kaluarën tënde. Le të mbetet vetëm në kujtime, por pa e ndërlidhur me ndonjë emocion. Shlyjeje tani. Paramendoje tani si po e shlyn me këtë brush magjike. Wow! Ndjeje lehtësimin. Është e pabesueshme çfarë lehtësimi po ndjen tani në të gjithë shpirtin tonë. Ndjeje. Sikur kur i heq se di sa kilogram nga shpinda jote. Wow, ndjeje lehtësinë tani. Tani shlyej të gjitha traumat. Shlyej ato. Gjitha përjetimet negative që ke përjetu. Merre brushen.
dhe shlyej ato tani, paramendo, si me brushen tënde, gerëm për gerëm je duke I shly, traumat. Dhe mbas, kësaj shlyerje që bone, traumat do të mbesen vetëm kujtime, por prap pa e ndërlidhur me ndonjë emocion. Asgjë nuk harrohet, por fokusin mund ta ndryshosh. Nga tani, mos e dërgo më fokusin aty. Fokus vetëm në tash. Këtu, ku është magjia e vërtetë. Ndjeje lehtësinë. Wow, zemra jote po hapet dhe po bëhet si mal. Sepse ti me çdo shlyerje po e shliron zemrën tënde. Dhe po I shliron krahët e tu. Nuk po e ban më këtë barë me veti. Shumë mirë. Tani mund t'i shlyesh edhe emrat e personave që nuk I don më t'i kesh në jetën tënde. Shlyej ata. Është krejt okej. Personat vinë dhe shkojnë. Gjithmonë personat që janë të domosdoshëm për neve, ata do t'jenë afër neve. Ata që s'janë të domosdoshëm për neve, lej të shkojnë. Lej. Jeta është me cikle. Jeta është transformim. Gjithçka vjen dhe shkon. Po më varet gjithçka si ne e vlerësojmë dhe si ne e pranojmë. Tani shiqoje tabelën tënde. A ka mbetur ende diçka pa shlyj? Shlyj edhe diçka nëse ka mbetur, që ti e ke shkruar dhe që s'do ta kesh më. Mshoj me atë brush të gjithë tabelës, shlyje gjithçka që s'don ta kesh më në jetën tënde. Dhe thuaj lam të mirë. Ndjeje lehtësinë brenda ti, o Zot sa më I lehtë ndihesh tani. Dhe tani e kupton se nuk ka pas vlerë me I mbajt kaq gjatë këto energji negative. Pikrisht këto ta stopojnë manifestimin. Dhe tani shif se çka do të ndodhë në jetën tënde. Ndjeje trupin tënd. Sa me lehtë është tani sepse ke lshuar shumë sot. Sa më I lirë po ndihesh tani. Wow! Sikur një fëmijë vogël po bus qesh I gjithë shpirti jot. A të kujtohet kur ishe fëmijë vogël, duke lozur, duke u kënaqur pa asnjë lloj brenge, thjesht duke u shkrim në momentin. Ti prapo ndihesh njëjtë sikur atëherë. Sepse gjitha ato që I ke mbajtur prej fëmërisë deri në këtë moment, tani I lëshove. Ndjeje lehtësinë. Shiqo tani në tabelë. Tabela po ndriçon. Po ndriçon.
Tani ajo ka marrë një ngjyrë të bardhë dhe zulluese. Gjithçka ke pastruar. Kjo tabelë është sistemi yt nervor, truri yt, trupi yt, që ke bërë një pastrim total. Sa herë pastrojmë shtëpit, makinat, gjithçka dhe veten tonë nuk e pastrojmë. E kjo është më e rëndësishmja. Kur ti pastron brendin tënde, gjithçka jashtë teje do të shëndrit. Është energjia jote. Është energjia e jote e pastër që ndikon në botën e jashtme dhe ndjeje si përreth teje. Ky pastrim, kjo dritë po shpërndahet. Ndjeje si ku një lloj tornado përreth teje, kjo dritë po pastron gjithçka përreth teje, botën e jashtme. Ndjeje një çlirim, ndjeje një pastrim, ndjeje si kjo dritë e bardhë po merr gjithçka të keqe prej teje, gjithçka, si në brendin tënde, si në botën e jashtme, dhe ndjeje çlirimin tani. Wow, çfarë pune ke bo sot. Wow. Tani lërem të ndikoj. Lëri këto ndjenja të ndikojnë në ty. Ndjenja të lirisë, ndjenja të paqes. Ti tani je kthyer në natyrën. Kështu ne vetëm kështu kthehem tek thelbi jonë. Kështu ne jemi dritë dhe dritë shpërndajmë. Merë frymë thellë. Ndjeje si zemra jote po hapet edhe më shumë. Sa më shumë që hapet zemra jote, aq më magnet bësh për gjërat mira në jetën tënde. Dhe aq më shumë mendime pozitive do kesh. Shumë mirë. Tani, lëre këtë tabel të kthehet prapa aty ku ishte. Lëshoje atë brush magjike që kishe në dorë. Lësho gjithçka. Merë frymë thellë edhe një herë dhe ndjeje trupin tënd. Si po fillon të kfjellet nga dal. Merë frymë thellë edhe njerë dhe ndjeje me frymëmarrje. Si mendimet tua pozitive po shtohen dhe dashuria për jetën është e pa besueshme, e fuqishme. Merë frymë thellë edhe njerë dhe ndjej si muskujt e tu po fillojnë të aktivizohen ngadalë. Pulsi yt tani po fillon dhe po normalizohet dhe ti me çdo frymëmarrje po kfjellesh ngadalë.
Me çdo frymëmarrje, po kthjellesh edhe më shumë, tani edhe më i kthjellur, edhe më i kthjellur, tani edhe i gatshëm për me i hapë sytë, dhe nga dal në tempon tënde, me i hapë sytë, percepto vendin ku je aty, ktheu nga dal. Dhe unë të mirëpres ty si një person të ri, me pozitiv se kur me parë dhe me i lehtë se kur me parë. Kur t'jeni gati, mundeni me u kthy. Shpresoj mos keni fjetur. Nuk e di që shpondijeni ju veç është thjesht diçka shumë e mirë. Apo zgjoheni, apo vazhdoni në gjumë, e unë po dalë. Që shkalove dje? Që shkalove? Normal edhe nuk kam nevoj me vetë se di se që shkalon njeri është thjesht gjoja ma e bukur që ekziston, kur gjo ma të mirë nuk ka. Apo ndjeni pak ma të letë? A keni mujt me lëshu? A e dini se çfarë efektit madh ka që kjo? Edhe jam shumë e sigurt se keni me undim ma mirë. Edhe kjo do ta ketë efektin e vet çdo ditë edhe ma shumë. Sepse kjo është një hipnozë. Okej? Unë shkrijem komplet me juve. Okej, atëherë po e përfundoj me kaq se e dini që sa jemi dikon, sa minuta jemi? Sa mirë, zot. Sigurisht nëse ndjeni ndonjë shtrëngim dikon ose çka do të qoftë, është thjesht lëvizje energjie. Edhe janë çlirimet që bëhen. Është nuk i keni idenë hipnozat sa të fuqishme janë. Se mesh edhe një tabel tjetër 2. Une që ajo më pëlqen se u kom qejf me i dërgu njerëzit ku i dërgon imagjinata e juve, sepse se cili e ka imagjinatën e vetë, se cili e ka rrugën e vetë. Okej, mirë shumë mirë. Mundësisht me këtë energji të shkoni edhe të bini, e të flani me qëtë energji, edhe t'jeni gati për nesër me vazhdu sfidën. Albona, mirë mbroma, përshëndes shumë. A more pjesë edhe ti në hipnozë apo jo? Shpresoj që ke marrë pjesë. Mos jo sonte, nesër mbromja hajde.
Unë personalisht kom ndryshu 100%, mos 200%, edhe jam 100% edhe unë e sigur që edhe ju si cili keni me ndryshu. Bashkë në kohën e duhur, okej, mirë shumë. Atëherë ju përshëndes shumë, natën e mirë, miru pafshim, shifemi nesër në ora 9 prap. Vazhdoni me sfiden, mos i lejoni njerëzit mi ul energjin, mos konsumoni gjona që ju bojnë mirë me undi, sepse ajo që ju e konsumoni, ajo ju jeni vetë. Pa asnjë lloj dyshimi. Kështu që ndoshta me fol ma shumë, mos po e prishi, të përshëndes dhe unë nga zemra për fat e keq unë nuk hyqa. Unë sonte që live do ta lo, edhe pse ka shku tepër gjatë, po do ta lo sepse është një hipnoz mjaft e fuqishme dhe mundeni me bo prap sa herë doni. Kështu që miru pafshim, gjomë të ambel ku do qofshim, natën e mirë, ciao. Edhe nëse doni me ndihmu njerëz, sillni le të marrin pjesë këtë sfidë sa më shumë, sepse bamirësia më e fuqishme po ju them se është që kjo. Mirëmbrëma Besa, Kaqorraj, Kusherin, të përshëndes, mirë pafshim. Se kesh të thonë prapë mirëmbrëma. Se mu ka kap hipnoza pak që tash. Vërtet jam shumë frekuencat larta. Ciao.